krahasim tregut rajonal, ndoshta artistët shqiptarë, çka të bën ty me i dallu këta, përveç këtyre që i përmendëm, ndoshta pagesat e larta, a mendon që e bojnë një marketing të tepruar edhe ndoshta nuk e mbushin edhe aq shumë skenën? Ka shumë pak edhe në një intervistë të fundit të Meriton Mjekiçi, Soni Mala ka deklaruar që shumë pak artista në përgjithësi edhe në Kosovë dhe Shqipëri këndojnë live. Domethënë përveç këtyre pagesave që i kërkojnë të larta, edhe nuk këndojnë live. Çka shihet diçka ndryshe që nuk kanë artistët shqiptarë? Po përpara na për shembull i kemi çujt çmime shumë të larta 20.000-25.000 të exhibit që ka qenë, domethënë yll botëror që ka qenë në Prishtinë. Bastarajmë se këta domethënë që janë yje botërore. Kështu që për ata kanë qenë okay, po për shqiptar me treg kaq të vogël 20.000, 25.000, 15.000 janë edhe për 30 minuta playback. Domethënë është e pajustifikueshme. Janë pintat që ata e kanë edhe playbackun që i përcjell, po që për një me këndojnë. Noisy shumicën e herëve këndon mirë, të tjerët domethënë shumë më pak. Flori Mumajesi ka këndu, e kalon shpirtin s'ken, bile njerë bashkë pa matë kështu, kanë pas këndu 2 ore 40 minuta, dhe me thonë, edhe ju thëmë shpesh artistave që ju po këndoni për audiencën e juj. Kështu që ata duhet me jemi të teknika, se njerëz, shumica artistëve tash po hezitojnë me këndu live, apo cilat janë ashtu? Një pjesë nuk janë të përgatitur, se në studio rregullohet zoni shumë ma lehtë, edhe nuk janë bashkë të përgatitur, një pjesë tani edhe lodhen,